teknokratike, përtej domethënë kompetencës administrative në menaxhimin shtetëror dhe profilit të jashtëzakonshëm moral të Abdullah Hoxhit. Në drejtim është njëri prej liderëve mbase të pakt i cili edhe në opinion kur shfaqet është jeta e tij është kompatible me atë të qytetarëve mesatar të Kosovës. Për te këtyre vullnetit të tij, gatishmërisë të tij për mbrojt me çdo kusht interesat e shtetit të Kosovës, e kemi diskutuar disa herë sa i përket marrëveshjes së Washingtonit, edhe me kosto personale, por duke mbrojtur shtetin e Kosovës, një trashëgimi kjo rrugoviste në këtë drejtim. Nuk është trashëgimi rrugoviste kjo e Lumir Abdigjikut. Trashëgimi rrugoviste pikërisht është kjo që mbrojtja e këtij partneriteti me çdo kusht është interes strategjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra përkundër gjitha këtyre arritjeve të jashtëzakonshme, kryesfida kryesore Abdullah Hoxhit mbetet ballafaqimi populist e ideologjik me Albin Kurtin, i cili nuk them që i mungon, sepse nuk dëshiroj ta paragjykoj sjelljen e tij politike, por që i duhet ta ketë mënyrë që të treguohet i suksesshëm në misionin kryesor të këtij subjekti politik. Pa e shëndru vetën në qendër gravitacionale të këtij elektorati që i ka ikur brenda shtratit të vetëvendosjes, ky subjekt politik mund të arnohet kështu me këto përqindje mirë, po jo të shndrohet në alternativë serioze ndaj pushtetit aktual.